Në korrik të vitit 2023, presidenti Bajram Begaj dekretoi emërimin e Mustafa Nanos si ambasador të Shqipërisë në Zvicër. Për shumë kënd ishte lajm surprizë. Analisti i njohur për qëndrimet e tij radikale ndaj Sali Berishës zëvendësoi Ilir Gjoni, një politikan dhe diplomat karriere i vlerësuar në mjediset diplomatike. Megjithas, Nano i njohur si Muçi duhet ketë qenë në zyrën e kryeministit Edi Rama javën e parë të korrikut 3 vite më parë. Si dhe pse këtë tregoi vetë shefi i qeverisë në një nga takimet e tij me socialistë. Ne nuk jemi të përsosur dhe pa gabime, por moral nga Mustafa Nano nuk pres. Ai erdhi në zyrën time, ushtria atje nga Utuk dhe tha: "Nuk kam fuqi më të merrem me këtë vend, dua të shkoj ambasador." "Po mirë," i thash. "Të shohim si mund të bëjmë këtë. Kemi pasur shkrimtare poet ambasador." Muçi shkret nuk është fajkonica, por thash: "Muçi shkoi ambasador në Zvicër, nuk mbajti dot një zyrë ku ishte vetëm me veten e vet dhe një sekretare. Nuk bëri dot një punë për vendin, e la në mes detyrën. Kthehet mbrapa se tani na tregon se si duhet ta bëjmë ne detyrën dhe se si duhet bëj unë detyrën. Tregon Muçi detyrën, tregon Muçi që oligarkët vinë në mëngjes drek e darkë në zyrën time. Po ti më Muçi, ç'a je? Spioni i sigurimit je? Ku e di ti kush hyn në zyrën time? Ku i ke parti se ti ke qenë edhe demokrat, dem baba dem." Kur e bën Muçi këtë, llogarisnin të tjerë. Tha Rama me ironi dhe tallje për ish mikun e tij. Para se të kuptojmë ftojen mes dy miqve, le të mbyllim kapitullin e Mustafa Nanos si diplomat i shkurt. Pasi ushtri rrekoltuar me fat në zyrën e kryeministit, Muçi kërkoi atë ta emëroj ambasador sepse ishte lodhur. Pa një pa dy analisti anti-Berish dhe pro Ramo e emërua ambasador. Për të qenë të saktë, sipas dekretit të presidentit Bajram Begaj, ai u emërua ambasador i jashtëzakonshëm dhe fuqi plot i Republikës së Shqipërisë në Konfederatën e Zvicrës, rezident dhe ambasador i jashtëzakonshëm dhe fuqi plot i Republikës së Shqipërisë në Principatën e Liechtensteinit, jo rezident. Por Muçi, ministri dhe një sekretar, sikur se thot vetë Rama, nuk bëri asnjë punë për vendin. Mbas 6 muaj si diplomat jo karrierën, Nano dha dorëheqjen për arsye personale dhe familjare, duke lënë Shqipërinë pa përfaqësim diplomatik në Zvicër. Afërmendsh që Nano nuk kishte arsye personale dhe familjare për ta braktisur atë folë plumash ku e kishin çuar. Lepuri flet diku gjetke. Po nesër, tani kthehemi te rikthimi i Muçit në Tiranë, pa kostum të ngushtë diplomati, por me këmish të gjerë analisti. Fakti që la detyrën e lakmuar të ambasadorit për të kthyer sërish në vendin që lodhi do të thotë shumë. Ftoja mes Ramës dhe tij duket se ka filluar që në Bern. Protesta në Tiranë me shkallën Zvorneci nefton dhe më shumë misin mes tyre. Një nga këto ditë ish ambasadori Ramës u bëri thirrje protestuesve të vazhdojnë siç e kanë nisur. Protestues, vijoni siç e keni nisur, veç largoni nga vetja islamike të pro Hamas dhe farën e keq të Berishan. Shkoi Muçi Nano në Facebook. Këtë thirrje Rama nuk e priste kurrë si. Pavarësisht se sa pak na intereson raporti mes dy personave, qofshin këta dhe publik, ftoja Rama Nano për bën interes publik pasi tregon si funksionojnë çokat e shtetit. Referuar rrëfimin të kryeministit për këtë rast, me gjasë i ngjashëm dhe me qindra të tjerë kemi këtë skemë. Si fillim, kërkesë për një post diplomatik nga një figurë publike, pastaj kontakti drejt për drejt me kryeministrin që ka mik dhe në fund dekreti i emërimit si ambasador. Dikush mund të thotë se nuk ka asgjë të keqe, sepse në shumë vende ambasadorët shpesh janë emërime politike, jo vetëm me karrierë diplomatike. Ama pyetja këtu nuk është a lejohet, por sa ndihmon meritokracinë për standardet e emërimit. Pyetja pason një sër pyetësh të tjera, si respektohet ligji në Shqipëri, si dhe sa vlerësohet karriera dhe meritokracia, po profesionalizmi, si zbatohen ligjet që normojnë institucionet e shtetit. A përfundojnë të gjitha këto tek Ultuku me fat në zyrën e kryeministrit? Pas një diskutim që ambasadorët janë dojen edhe emërime politike. Megjithatë, përtek kësaj, ato nuk do të shmangin zinxhirin institucional, as procedurat e gjarta ligjore dhe as kriteret profesionale të kërkuara nga ligji, praktika dhe konscienca institucionale. Rasti Muçi Nanos shërbeu si firmë dhe vul për perceptimin e kudo ndeshur se si përdoret zyra e shtetit për favore personale. Mjafton ky perceptim për favorizimet aftësitë personale, ndryshmet formale ose jo, për të kuptuar se ato joshin edhe shtetarët më të lartë. Nëse rastet të tilla perceptohen si të zakonshme, atëherë kemi problem të madh me ligjin dhe besimin tek ligji, të cilin shumë shtetarë konsiderojnë formal. E nga ana tjetër, rasti si ai Nanos e rënojnë besimin publik te meritokracia. Nuk bëhet fjalë për një rast përjashtimor. Ky do të ishte sukses. Ky rast u than publik, shumë të tjera nuk i dinë, mbase janë pak, mbase janë shumë. Ato krijojnë perceptimin publik që kemi sot e kësaj dite për favoret që pushteti u bën mbështetësve të tij. Në këtë kënd analizë nuk ka se si të përjashtohet pyetja: pse Rama rikthen këtë histori tani? Pavarësisht se në pamjet parë duket si një raport mes miqësh, në thelb është marrëdhënia mes miqve në kurisë të ligjit. Raporti mes tyre dhe favorizimeve që të jep një zyrë shtetit. Është sa politike edhe juridike. Megjithatë, si pjesë e komunikimit politik edhe ky rast paraqet jo pak interes. Kur një lider i kthen një episod të vjetër me detaje personale dhe ironike, në një moment përplasje distancë me deklarata të kundërta, synon diçka. Me ato që tha Rama për Nano dhe mënyra si i tha, nuk zhvlerëson vetëm kritikat analistë, as mbështetjen e tij për protestën me shkallë Zvorneci. Qëllimi i tij kryesor është delegjitimimi i protestës. Kryeministri nuk konvizohet vetëm tek mesazhi i thjesht për Muçi. Ti nuk mund të më kritikosh mua për parime, kur ke qenë pjesë e këtij sistemi. Rama kërkon të rikthejë kontrollin mbi narrativen aktuale në vend. Ai përpiqet ta zhvendosë debatin nga pyetja ka të drejtë kritika sot tek zhvlerësimi. Kush je ti që flet? Me këtë nuk godet vetëm individi Muçi Nano, por idetë e tij mbështetjen dhe thirrjen për protestuesit. Po flasim për një shtet normal me ligje, procedura dhe dekrete, edhe për një shtet tjetër brenda të parit me influencë, rrjete ndikimi, marrëdhënie personale, besim politik etj. Janë dy shtete që nuk përputhen askund, por cili është shteti real? Cilit shteti beson shoqëria dhe cilit shteti shërben shoqërisë?
Këtu është dilema që prek thelbin e funksionimit të një shteti në çdo demokraci reale. A kemi një shtet që ekziston mirë bukur në letër, por edhe në praktik, me ligje që nuk ignoron askush, por i zbaton me përpikëmëri, me vendime dhe rregulla që nuk ignorojnë nga askush. Ky është shteti me kushtetut. Apo kemi një shtet tjetër, ku fiton ai që ka lidhje personale me shtetarët, që indikon ata, imponon, një shtet me hierarki që nuk e respekton askush. Ky është shteti që nuk duhet, edhe nëse ekziston ka rregulla të forta që kufizojnë ndërhyrjet, rrjetet dhe lidhjet personale, ndikimet e palishme në dëm të interesit publik. Devijimet individuale nuk mund ta ndryshojnë një sistem tërë. Nuk ka arsye. Në një shtet funksional sistemi neutralizon ndikimin apo influencën personale. Rasti ish ambasadorit tonë në Zvicër tregon se jemi ende shteti i dobët në zbatimin e ligjit, respektimin e standardeve dhe rregullave që mbajnë këmbë institucione. Që ne jemi ende shteti i dobët e dinë të gjithë. Këtë na tha vet Rama kur tregoi rastin e Muçit. Kur këtë e pranon një kryeminist që na qeveris prej 13 vitesh, situata duhet marrë seriozisht.